Po të gjendet një rrugëzjedhje e përbashkët për gjithë dhe me thënë kemi një fund lundur, si thonë. S'kam një mendim konkret, po ko që i kanë hekse për qa u shpikën. Nuk e përdorim skuterin. Qeveria ka marrë masa për ndalimin e skuterave në qytet. Si e komentoni këtë vendim? Mendoj se është diçka e mirë. Mirë ja kanë bërë. Tash ajo ka bërë mirë, po duhet t'i lajmëron të çik njerëzit më përpara. Me thënë drejtën është çike rrezikshme. Po të gjendet një rrugëzjedhje e përbashkët për gjithë dhe me thënë kemi një fund lundur, si thonë. Shumë mirë ka bërë. Pa ata të rritur në mosh, aq më shumë që kanë dhe lejen e qarkullimit të makinës. Dhe që shkojnë punë me to, mendoj që kanë një farë drejtë që mos se japin drejt këtij vendimi. Unë mendoj se ka bërë shumë mirë, pse po bëhen burim aksidentesh. Mendoj që është i drejtë. Nuk është i saktë se prindit njerëzit ikin punë me mjetet elektrike. S'kam një mendim konkret, po ko që i kanë hekse për qa u shpikën. Është shumë vendim i nxituar. Unë s'kam skuter dhe s'kam mendim, me thënë vërtetën. Shumë mendimi ka buar, besoj që duhet ta ndryshojnë pak a shumë si rregull. Nuk e përdorim skuterin. S'kam monopatim fare. Ju e keni përdorur? Jo, s'kam përdorur. Po jo, se kemi përdorur si e. Jo, në fakt, sepse preferojmë të jemi komsor thjesht. Kam përdorur për shef, po jo se ma blejnë prindërit, nuk ma lejnë. Unë jo, me urban. Nuk i përdor. Ja. Po, unë për të përdorur kam përdorur, por besoj që janë edhe të rrezikshme si gjithmonë. Janë të rrezikshëm për kalimtarët? Për kalimtarët dhe për makinat. Po ma mirë, kemi rrezik apo të shkojmë punë? Mendoj se po. Është goxha e rrezikshëm sepse kam parë plot raste të tilla që kanë ndodhur lloj probleme. Po, është. Shumë. Janë, dëgjoj, të rrezikshëm janë dhe makinat dhe avionet dhe të gjitha. Po të ecin me mend në kokë, sa aksident po bën dhe me makina. Unë mendoj që janë të rrezikshëm sepse i jap makinës vetë dhe janë çik të rrezikshme. Po mendoj se duhet të kenë patent, licencë, leje qarkullimi, kenë helmeta më tepër. Vetëm të rritur. Fëmijët nuk janë të kujdesshëm. Edhe i rrezikohet shumë jeta. Mendoj që është individi që jepi rrezikshëm, jo mjetet. Se ti ke shef për ditë që bën aksident me makinë, me motor. Po do të këtosh nga ana tjetër që ka të persona që e kanë për punë, atë që janë motoristat e delivery dhe që e përdorin si punë edhe. Masa duhet merren për shembull për të krijuar disa rrugë specifike për skutra dhe marrë e kokoreve, dorashkave. Edhe për personin që ashet, që normalisht mund të shet si një fëmijë ose diçka tjetër, që do të ketë një farë kontrolli ndaj kujt ashet. Është okay, ç'është ka ne problem. Vit 18 vjeç ose janë.